Instituti i Hifzit dhe Bukuleximit të Kuranit Famlart, Hafiz Hasan Efendi Zendeli në Gostivar, për herë të parë kanë nxjerrë hafizin e parë të Kuranit Famlart. Bëhet fjalë për Amar Ibrahim Fejzuli, i cili hifzin e ka kryer tek muhafizi Eliasa Hasani në kohë zgjatje prej 20 muajve. Amari është një pjesë sekretarit të muftinisë së Gostivarit. Ai ka përfunduar memorizimin e Kuranit me këndimin e sureve të fundit në prezencë të muftiut të muftinisë së Gostivarit, Sabaudin Zendeli, familjarëve, nxënësve të institutit dhe personalitetet e tjera. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Drejtori, siç njofton nga muftinia e Gostivarit, i ka njoftuar të pranishmit për ecurinë e procesit të hifzit, duke treguar metoda dhe format se si ka arritur Amari deri në këtë nivel, duke lajmëruar se së shpejti pritet edhe kandidati tjetër. Muftiu Sabaudin Zendeli ka theksuar se sot të gjithë jemi të gëzuar. Sot muftinia e Gostivarit shënon historinë e saj. Sot Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut në krye me ideatorin e këtij instituti, Reisul Uleman Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetau, është e gëzuar me këtë arritje. Andaj, sot më të lumtur janë familjarët e Amarit, njerëzit që kanë përkrahur në vazhdimsi deri në këtë shkallë. Prandaj, ky Ramazan dhe kulmi i shpërblimeve të këtij muaji, e që është Bajrami, është pikërisht hifzi i kompletuar nga Amar Fejzuli, i madhi Zot, i cili e zbriti Kuranin. Ai padyshim është mbrojtës i tij. Vlen të theksojmë se hafizi i ri do t'i nënshtrojë pjekurisë së hifzit, do t'i kalojë fazën e komisionit të muftinisë dhe më pas do të vijë deri në aktin solem të dhënies së certifikatës së hifzit nga Reisul Ulema i Basisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetai.